Tetor 2012, ju dhe Admiral Kudret Çela u larguat me urdhër të ish-ministrit të asaj kohe Erben Imami. Për një arsye të vetme, refuzuat që të firmosnit nxjerrjen e bazës detare të Bisht Pallës nga plani i përhapjes së ushtrisë. Sa zgjati takimi ku ju kërkuan firmën dhe çfarë saktësisht ju thanë në atë kohë kur bët këtë refuzim? Kjo është një histori që ka nisur që në dhjetor të 2011. Unë në atë kohë, në fakt në dhjetor, nuk kam qenë këtu, kam qenë në shtetit, edhe Ministri Imami bëri një analizë pune vjetore të forcës detare, ka bërë në kepin e Palit, ka qenë dhe komandant Kudret Çela dhe shtabi i flotës, Ministri e Mbrojtjes, shefi shtabit, zëvendës shefi shtabit. Dhe zëvendës shefi shtabit asaj kohë që ishte Kristaj Gerveni, kam bajti një briefing mbi strukturën e forcës detare. Në fakt, komandanti i forcës detare ishte Kudret Çela. Dhe aty u duk qartë që ata doni të shkëpusnin kepin e Palit nga struktura e forcës detare. Pasi u ktheva nga jashtë, ka qenë një anar dhe më ka thirrë Kudret Çela në zyrë, më kanë thënë që kështu më tregoj të gjithë historia, ata duan të marrin kepin e Palit, duhet të bëjmë diçka. Edhe ram dakord që do të bënim planin e zhvillimit të forcës detare për 10 vitet e ardhshme. Dhe me një grup pune, kam qenë unë kryetari i grupit punës, kemi bërë planin e zhvillimit të forcës detare dhe ja kemi dorëzuar komandant Kudretit në muajin shtator. Muaj shtator, komandant Kudreti e mori, e firmosi dhe ja dërgoi shefit shtabit për ta miratuar. Në atë kohë nuk miratoi me ligj, i miratonte shefi shtabit përgjithshëm, që ishte Xhemal Gjungçi, i cili nuk e miratoi asnjëherë. Në janar, në fund dhjetorit, komandant Kudretin e liruar. Dhe unë si zëvendës ngela dhe komandant në detyrë dhe filloi presioni për të nxjerrë nga plani i përhapjes kepin e Palit. Më thrasin në ministri, bilës personi më agresiv ka qenë Sandër Leshin, atë kohë ishte zëvendës shefi shtabit përgjithshëm, më agresiv për ta nxjerrë nga plani i përhapjes. Më thrasin, ka qenë shefi shtabit dhe dy zëvendësat, kemi qenë një takim në të, unë nuk pranova që të lëshoja, përfundimisht me gjenjë një marifet, më thonë do vesh te Kubiku, ishte një kompani amerikane, për të parë strukturën. Në fakt, në këtë moment, duke qenë se ishte kompani amerikane, kuptohet që duhet të orientohesh atë dhe takoja ata shehun amerikan. I them gjokë. Po tentohet të nxirret nga plani i përhapjes kepi i Palit. Dhe ministria po mundohet ta nxjerrë me kompaninë tuaj Kubik. Ju jeni në lidhje me Kubikun apo nuk dini gjë? Ne nuk kemi dieni se çfarë po bën Kubiku. Atëherë unë vazhdova qëndrim të njëjtin qëndrim. Pra, kishte një shkëputje midis ambasadës amerikane dhe kompanisë amerikane që investonte, që këshillonte në Shqipëri. Pra, nuk ishin të orientuar, nuk kishin bashkërenduar veprimet. Duket që kompania ishte shumë e influencuar nga Ministria e Mbrojtjes në atë fazë dhe asaj nuk u lidh më kontrata. Mbas asaj nuk u lidh. Dhe unë i qëndrova fort, dërgoj një letër, Sandër Leshi dërgon një letër në shtab të flotës, ku kërkon ndryshimin e strukturës me qëllim nxjerrjen nga plani i përhapjes të kepit Palit. Kepi Palit në atë kohë kërkoi ta merrte Damjan Pazlić, sepse kishte marrë dhe një territor në Porto Romano. Atëre ula me gjithë ekipin tim dhe bëm një dokument prej 60 faqesh vetëm për të mbrojtur kepin e Palit. E firmosën 16 veta, ishte gjithë ata që e bëm të klasifikuar dhe e nisëm në ministri, është një letër, vetëm firma dalin nga njëre, ka nxjerrë ministria, vetëm faqen e fundit e ka nxjerrë në website, ose e ka nxjerrë diku, nuk e di në një takim. Dhe kjo letër është ajo që mbrojti, mua më hoqën, mbas kësaj, më shkarkuan, më çuan në komandën e doktrinës, atje jam liruar përfundimisht në komandën e doktrinës, por kjo letër arriti të shpëtoj kepin e Palit. Pasi në fakt ishte argumentuar, e klasifikuar dhe nuk kishin më çfarë t'i bënin. Pra, veprimet që ata do të kryen më mbrapa do të binin peng ose do të binin ndesh me këtë koncept që ishte shkruar pikërisht në këtë letër, nga ata të cilit ishin kompetentët që mund ta bënin, që ishte komanda e forcës detare. Dhe shpëtoi kepi Palit.